studentët e UP-s nuk janë spektator pasiv, nëse nuk krijohet hapësirë për dialog real. Studentë të Universitetit të Prishtinës po pretendojnë se po ju bëhet pabarazi në rivlerësim nga disa njësi akademike. Sipas tyre, Fakulteti i Mjekësisë dhe ai i Bujqësisë dhe Veterinarisë ka mbajtur rivlerësimin e studentëve në afatin e nëntorit, por jo edhe fakultetet tjera. Para rektoratit të UP-s, ata shpalosën publikisht kërkesën e tyre për zgjidhje, ndërsa treguan se tash e 3 javë janë takuar me menaxhmentin e UP-s dhe kanë diskutuar për këtë çështje. Aktualisht, në Universitetin e Prishtinës po funksionon një standard i dyfisht. Në disa njësi akademike, u mundësohet studentëve rivlerësime gjatë afatit të nëntorit, ndërsa në disa të tjera, kjo e drejtë mohohet. Dua të theksoj se kjo nuk lidhet me lëndët shumë semestrale, por me të gjitha lëndët. Përfshirë edhe ato një semestrale, dhe kjo praktik po zbatohet në mënyrë të pabarabartë nga fakultetet të ndryshme. Kjo situatë krijon një padrejtësi të qartë. Një student i një fakulteti gëzon të drejta që studentit të një fakulteti tjetër i mohohen. Dhe, kur flasim për vlerësimin e njohurive, flasim për një nga shtyllat kryesore të funksionimit të një universiteti. Gjatë 2 javëve të fundit, kemi zhvilluar takime të vazhdueshme me rektoratin, por fatkeqësisht ende pa rezultat konkret. Të hënën na pret takimi i radhës, ku ne presim që përmes dialogut dhe bashkëpunimit të arrijmë një zgjidhje të drejtë, të barabartë dhe të qëndrueshme për të gjithë studentët e UP-s. Studentët e UP-s nuk janë spektator pasiv, por ne jemi faktor aktiv. Nëse nuk krijohet hapësirë për dialog real, atëherë, me shumë keqardhje, ju njoftojmë se nga java e ardhshme do të jemi të detyruar të vazhdojmë me format tona demokratike të reagimit, përfshirë edhe protestat. I bëjmë thirrje rektoratit të Universitetit të Prishtinës që së bashku të gjejmë një zgjidhje të drejtë, të barabartë dhe të qëndrueshme për të gjithë studentët. Prorektorja Majlinda Zhitia Xhelaj tha se Fakulteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë ende nuk i kanë mbajtur vlerësimet në afatin e nëntorit, por pritet që t'i mbajnë. Sipas prorektores, këto 2 njësi akademike, statuti i UP-s i sheh më specifike bazuar në nenin 69, paragrafi 2, në të cilin thuhet se Senati nxjerr rregullore të veçanta për studimet themelore në fushën e mjekësisë dhe mjekësisë veterinare me propozimin e Këshillit të Njësisë Akademike. Këto programe zgjasin deri 6 vjet. Mirë po, këto rregullore të veçanta ende nuk janë nxjerr. Ne kemi miratu një rregullore për vlerësimin e vazhdueshëm të studentëve, ku janë para po çështje që kërkon statuti, 3 afate të rregullta dhe nuk janë para po afate tjera të nëntorit të prillit çka që praktika. Mirë po një nën i caktum flet për njësit me specifikat që janë mjekësia veterinare, që janë programet integruara 6 vjeçare, ku parashihen rregulloret veçanta për ta, për shkak që ka lënë 3 semestra, 4 semestra dhe nuk munden me mbulu veç me 3 afate. Ta në konferencë thanë që nuk bëhet fjalë për lëndë shumë semestrale, po ashtu bo pabarazi, nuk janë tu rivlerësu studentat në fakultetet tjera. Me pabarazi, na jemi aty për ta, për studentët, çështja jonë është me qenë mbështetës, ata me imbri, do me thonë, me qenë student mirë, me arrit sa ma shumë arritje akademike, kështu që nuk do t'i injorojmë asnjëherë, por duhet me pa çka është logjike dhe çka nuk është logjike, çka është e dëmshme, çka është pozitive. Prorektorja Zhitia Xhelaj tha se këtë vit studentët e vitit të parë kanë nënshkruar marrëveshje që i pranojnë të gjitha rregullorët statutin e UP-s. Në lidhje me votimin kundër nga studentët senator për miratimin e rregullores së përgjithshme për sistemin e vlerësimit të performancës së studentëve në korrekt 2025, ajo tha se kjo ka ndodhur pasi kishte ndryshuar përbërja e anëtarëve të parlamentit studentor. Ne kemi pas parlamentin studentor, pjesë të grupit punus, të rregullore, domethënë kemi pas 4 student, aktivisht kanë marrë pjesë në çdo takim, të rregullore kemi shkruar bashkë nën për nën. Kemi marrë krejt konsiderat çka kanë thënë, ndërkaq në ditën kur është votu rregulloria, ata është ndru përbërjes e parlamentit studentor, edhe ata kanë ardhur për herë të parë atë ditë dhe kanë parë rregulloren atë ditë, për herë të parë, edhe e kanë votu kundër a priori. Megjithatë, në rregulloren për vlerësimin e studentëve të datës 7 gusht 2025, Kallxo.com ka gjetur se nuk përmenden specifikisht njësitë akademike në cilat lejohen afate tjera, por thuhet se njësitë akademike obligohen të hartojnë dhe publikojnë kalendarin për afatet e provimeve, janar, qershor dhe shtator. Krijimi i kësaj rregulloreje erdhi pasi vitin e kaluar, po ashtu kishte reagime të studentëve që kërkonin mbajtjen e afateve të provimeve në nëntor dhe prill.
Bojkoti i mësimit e thirrjet për protesta u anuluan pasi Parlamenti Studentor i UP-s njoftoi më 11 nëntor 2024 se menaxhmenti i UP-s ka plotësuar kërkesën e tyre për mbajtjen e afateve shtesë të provimeve.